24 vjet më parë, ne jemi përballë në zgjedhje të lira. Zgjedhje të cilat i fituam. Mirë po pjesa dërmuese e jona vinim krejtësisht nga një lëvizje që s'kishte të bënte me qeverisje. Vërtet nuk këmbon hajgare e shaka, unë 20 vjet isha mësuar se si të prish perandori e Jugosllavi dhe më duheshte ta ndroj çipin në kokë, se përpara nesh shtroheshte përgjegjësia. A do të realizojmë misionin dhe programin për të cilin ne jemi përcaktuar? Vërtet, në progres gjeometrik, gjithë kuadrët e Bashkimit Demokratik për Integrim u angazhuan dhe hap pas hapi realizuan objektiva që avanconin dhe përfaqësonin shqiptarët në për institucione. Ne filluam nga zeroja, me 1%, 2% përfaqësuar shqiptarët në për institucione. Arritëm të kalojmë 20%, 22% brenda 2 dekadave, në një proces shumë të vështirë, me antagonizma, me mospajtime, me debate e her pas herë dhe ndërprerjet partneritetit e të koalicionit, pa i bërë publike, por asnjëherë nuk u përkullëm dhe nuk devijuam nga përcaktimet që ne kishëm vënë vetit dhe që ne shqiptarët na kishëm besuar dhe votuar. E morëm me zero, e lam me kryeministër. E morëm me zero, e lam me kryetar kuvendi. E morëm me zero, e lam me qindra institucione, ministri, në të gjitha fushat.